Sekretari mbrojtjes Pete Hegseth sot e hoqi kufirin e luftës. Pra, thaj që do vazhdoj për një kohë të pacaktuar, deklarat për media. Dhe kërkoj... Mbrojtjes Amerikës? Po, Pete Hegseth, sot. Pra, Pentagoni ka kërkuar 200 miliard shtetë. Dhe ka rritjet buxhetit 200 miliard, sepse do të vazhdoj kjo fushat. Dhe një gjë tjetër shumë interesante, që është zhvilluar këto ditë që nuk e prek mend, ishte takimi në Riyadh të Arabisë Saudite. Mbrëm po, me të gjithë ministrat e jashtëm të vendeve me shumicë myslimane. Dhe vendet gadishullit. Shumë interesante. Mua më bëri përshtypje deklarata që dolën këta në fund të takimit, ku i ishin referuar shumë në mënyrë të fuqishme Iranit, duke evokuar dhe nenin 51 të kartës Kombeve të Bashkuara, pra e drejta e reagimit për vetëmbrojtje, dhe Izraelit i kishin lënë ja 2 fjali aty në fund për situatën në Liban. Dhe kjo më bëri përshtypje. Pra nuk e di se çfarë pozicioni po mbajnë këta tani në raport me këtë. Nëse më lënë 2 fjali, kjo është shumë interesante, se teksa flasim, ne shpeshherë kthehemi në pikën 0, ndërkohë që ngjarjet ecin. Tani, kush është situata? Shtetet Bashkuara të Amerikës janë në vështirësi, sepse nuk e din shumë mirë dhe këtu e vazhdojmë kot bisedën. Shtetet Bashkuara të Amerikës u futën në luftë për të mbrojtur kauzën e Izraelit. Dhe kjo, sa më shumë e vazhdojmë të histori e zgjasim kot. Dhe futemi në peripeciera, sa u vranë këtej, sa u vranë andej. Edhe vetë Trump e di atë pjesë. Edhe vetë Rubio ka pas momente që e ka deklaruar atë pjesë. Tani çështja është që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë vetëm, janë në vështirësi. NATO nuk po merr përsipër të ndërhyjë. Bashkimi Evropian nuk po merr përsipër të ndërhyjë. Ajo që përmendi Zoti Sheu është e vërtetë që ka disa shtete europiane që kanë lëvizur me ndonjë deklarat, por ne po flasim për Unionin. Dhe Kallas është shefja e politikës jashtme të Unionit. E tha cop, kjo nuk është lufta e Europës. Meloni tha, ne nuk i japim pistat tona me qera, shumë egër. Ndërkohë vijnë 2 zhvillime shumë të mëdha që mund ndryshojnë trajektoren. Shtetet Bashkuara të Amerikës kërkon një aleancë për të mos e mbyllur vetë konfliktin. Sepse është barë shumë e madhe, ta marrë vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka bërë 2 lëvizje shumë të mëdha. Dhe që kanë premisa. E para i kanë kërkuar Damaskut që të ndërhyjë me trupa në Liban. Me qëllime paqësore, çrënësi ka. Damasku si kundërpesh, po them. Po, Damasku akoma po e merr me rezervë historinë, sepse i bie që të përplaset me ish aleatët e vjetër, që kanë ndihmuar Xholanin, i cili nga terrorist doli një njerëz çlirimtar. Unë do vazhdoj të qëndroj kësaj pike. Dhe këtu do vi një ditë e terrorizmi. E dyta, zoti Rakipi, pa kjo është ideja që të marrin nga vendet e rajonit, si thua, ushtri dhe të bëhet palë. E dyta, ajo që kërkuhet dje, që përmendi djali për pak më herët, Liga Arabe me vendet islamike në përmjet mbledhjes djeshme nivel ministrave të jashtme, doli me nuk ka bërë asnjë deri sot atë deklarat ashpër ndaj Iranit. Pavarësisht se ato janë vende që janë prekur, sepse janë sulmuar pothuajse një pjesë e mirë objekteve strategjike, kryesisht energjetike në gjithë gadishullin, por ajo që unë po shoh është kjo tendenca e shtëpisë Bart për të krijuar një koalicion me vendet e rajonit. Po, dhe kishim në momentin që të dështoj koalicioni madh. A mund të jetë koalicion frutdhënës, një koalicion me vendet e rajonit, ku gjitha ruhen nga bazat amerikane dhe gjitha janë goditur, nuk e krijon kjo diferencë. Sepse e gjithë garancia amerikane u testua me goditjen e Katarit. Domethënë, garancia e Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk ekziston kur sulmojnë. Dhe ata kuptuan që janë aty si mbrojtje ndaj Izraelit. Po, e qartë. Sepse të gjithë, nëse vure re goditjet e radarët nuk ishin funksion për të mbrojtur vendet e gjirt si Katari, Bahreini, Emiratet, Arabia Saudite, ishin funksion për mbrojtjen e Izraelit. Dhe tashmë arabët e kuptuan që garancia vlen vetëm për Izraelin këtë rast. Edhe një fjali, ta çojë në fund. Problemi i vendeve arabe është se nuk e dinë se çfarë do ndodhi pas luftës. A do kemi një Iran i cili do jetë në ekspansion politik dhe ushtarak, mos harrojmë që Iranin me Kuvajtin e ndajnë vetëm 40 apo 50 kilometra me një hapësirë e vogël ku futet si pyk shteti i Irakut, dhe në këtë aspekt nuk e kanë, domethënë, paktën regjimet arabe, regjimi Kuvajtit, regjimi Emiratëve të Bashkuara Arabe, regjimi Arabisë Saudite, po flas për regjimet monarkike, këtyre nuk e kanë sigurt nëse Amerikanët do vendosin të largohen apo do vendosin të rinë në mbrojtje të shteteve tyre. Sepse në momentin që Irani kalon në ekspansion, do të thotë që kemi
do të thonë rrëzimin e gjithë këtyre regjimeve që përmendëm. Dhe atëherë do të thotë që kemi një ndryshim të skakerës rajonale të lindjes mesme. Po nuk ndodh dot. Nëse Amerika po kërkon një rrugdalje tani se duket qartë që po kërkon. Qartë. Po shkuan deri këtu Amerika s'ka për ta leju. Atëherë do jetë absolutisht, por kemi një precedent në Irak preç. Çfarë ndodhi në Irak? U rrëzuar regjimi i sunit i Saddam Huseinit. U prodhu terrorizëm. Po, u prodhu terrorizëm. Kishim 40% suni, 60% shi. Dhe çfarë ndodhi? Garda revolucionare, me anë të, domethënë, institucionit për marrëdhëniet ushtarake me jashtë, siç është Quds. Domethënë kjo brigada Al-Quds, operoi lehtësisht në Irak. Dhe çfarë ndodhi në Irak? Iraku u kthye pa dashur amerikanët, u kthye në domen shiit iranian. Dhe çfarë ndodhi? U krijua edhe gjysmëhëna e rezistencës shiite me Iranin, me Irakun, me Sirin dhe me Hizbullahun Liban. Tashmë kemi një shpërbërje të kësaj gjysmëhëne shiite, sepse Siria bi dakord pjesërisht me Ermirin për çështjen e Sirisë, nga terrorist u kthye në një lider të dashur, pra edhe terrorizmi është evazif si fjalë, sepse mund ndodhi që fuqitë e mëdha mund ta heqin atë damkën, mund të heqin edhe dënimin e 10 milionë eurosh për shpërblim, siç e bërë me Talibanët, me Mekun, nëse. Po e kanë bërë dhe me UÇK. Por tashmë kemi një rrezik tjetër që shfaqet në horizont për politikën ekspansioniste të Izraelit. Siria tashmë është një domen turk. Është një domen turk Siria tashmë. Tashmë Turqit nuk i kemi më një Skanderun që i ndanë Libanin mes me Izraelin. Sirin dhe, do më thonë, Izraelin e ndanë lartësit e Golanit. Dhe kemi të bëjmë me fuqinë e dytë NATO-s. Dhe në qoftë se Izraeli, ashtu si që kanë projektuar Izraelitet, ato strategjistët Izraelit, Turqin si një Iran tjetër, në thonjza, atëherë do të thotë testimin e NATO-s. Se qoftë se goditë Turqia, atëherë do të thotë që NATO vlen për gjithë vendet përveç Izraelit. Siç vlenin edhe garancitë e tjera. Bën vetvrasje. Do bëjnë vetvrasje. Kaq të marrë janë ato. Jo, janë aq të marrë sepse udhëhiqen nga teza mesianike preç. Ato pretendojnë ardhin e Mesias. Po kështë problem. E thot publikisht Netanyahu. Unë po bëjt pamundurën, thot, për të ardhur Mesia. Dhe fusin edhe tezën e ekskatologjisë tyre. Cili Mesi? Se ata Mesin e kanë qytë... Mesin si pas atyre. Mesin tonë nuk besojnë Kanë lidhe me Mesin. Një herë ata e kanë... Do me thonë... Bretin e Izraelit. E kanë kryzuar në fakt, se ata e kryzuar. Po, ato e kryzuan. Po nuk i njohin ata. Dhe në këtë aspekt fusin edhe teza eskatologjike, Ben Gvir. Është një person tepër problematik, që është i shpallur në listën e zezë nga të gjithë vendet, pothuajse nga të gjithë vendet e Bashkimit Evropian. Dhe çfarë thot ai? Neve thot kemi drejt zgjerohemi nga brigjet e lumit Nil deri brigjet e lumit Ofrat. Pra ai kërkon një ekspansion që deri diku ja kanë arritur Ermir, sepse të gjithë regjimet e gadishullit arabik dhe të vendeve të gjirit i bindet, janë puppet government të Benjamin Netanyahu. Por, de facto, ja kanë arritur. Të shohim qofse do ja arrisin... Një fjali për ta plotësuar këtë që... Ja një fjali ka vetëm... Del më e dobet nga kjo luftë. Pajton. Po nuk është... Po gjithë kryeministat që kanë bërë lufta shu kanë të preç, po vazhdon projekti. Nuk e shmang dot krijimin e dy shteteve, krijimin e shtetit Izraelit. Aty është ndodh ajo mesianizmi që thonë, nuk ka kontekst. Dhe sigurisht që duhet shkohet në kufit e një vitit 1967. Paqja në vitin e mesme e ka si kusht sine qua non krijimin e shtetit Palestinës. Tani debati, për ta mbyllur këtë bisedë, se ndoshta kjo është një bisedë që duhet bërë dikur, domethënë, çfarë do ndodhi me rajonin, ndërkohë që në rajon janë zhdukur të gjitha pothuajse, një pjesë janë kanë pas dëmë të mëdha, një pjesë pjeshme, po bazat amerikane janë goditur të gjitha. Tani çfarë do ndodhi me influencën amerikane në Gadishull? A jemi, dhe debati që u bëhet sot është ky, a jemi në periudhën ku po kalojmë nga Pax America në Pax Judaika? Dhe Izraeli këtë po kërkon. Izraeli po kërkon që ndodhur në këtë presion të madh Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me një mungesë të madhe sigurie për gjithë bazat amerikane në të ardhmen, se kjo nuk është një çështje që do mbyllet edhe me një marrëveshje paqe, gjithë historia e Izraelit dhe ka zëra specialistë, profesionistë në Izrael, të cilët kërkojnë tani në këto momente kanë hedhur tezën baza amerikane e Bahrainit, që është baza më e madhe nga Gadishull, ta kalojnë në Jeruzalem, të kalojnë në Izrael. Dhe me kalimin e kësaj baze fillon
periudha e Pax Judaike. Zhvendosja strategjike. Po, Shtetet Bashkuara të Amerikës do jenë rajon, po jo më nëpërmjet bazave të tyre me aleatët arab dhe me Izraelin që kishin një rol balancues, po do kalojnë totalisht në influencën e Izraelit dhe kjo do jetë zjarri i ri që mund të ndodhe edhe diçka tjetër. Rezulton që lufta do jetë kontrproduktive në lidhje me atë që është nisur. Shiko, mund të ndodhe edhe diçka tjetër, zoti Rakipi, sepse parë në kontekstin e gjithë kësaj që ne po flasim, Izraeli është një partner që po i kushton shumë Amerikës. Përveç 4 miliard dollarëve në vit që u bën 13 miliard dollar në vit. Përveç bazave ushtarake, përveç luftës dhe jetëve të ushtarëve amerikanë që aty po shkojnë edhe po bien de facto për Izraelin, nuk është se po përfiton diçka të madhe edhe për shembull të gjithë këtë pjesën e bazave dhe të militarizimit të rajonit që Amerika e kishte tani, po së mbrapset për shkak të edhe kësaj që tha zoti Gjinishi, pra për shkak të bombardimeve të Iranit edhe përpjekjes për ta sjellë pranë Izraelit. Kështu që mund të ndodhë që Amerika në të ardhmen ta zhvendosi fokusin e vet tek një aleat që është edhe më pak i kushtueshëm se Izraeli, po edhe më i besueshëm dhe që jo vetëm i merr, po edhe i jep Amerikës dhe që mund të jetë bie fjala Turqia. Pra të mos jetë Izraeli si partneri kryesor i Amerikës aty në linjët mesme, po mund të jetë Turqia. Që është aleat, që është aleat, por po them që të jetë pika e lidhjes së Amerikës.